Rikthehemi në studio, e bukur e kësaj puntate, ndryshe ndoshta nga puntatet e tjera është se çdo temë është ndryshe nga ajo që lëm pas, dhe padyshim edhe kjo temë do të jetë shumë interesante për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente dhe për ata që do ta ndjekin në YouTube, mos ta harrojmë që jemi prezente edhe në YouTube. Do të flasim për bukuritë e Shqipërisë. Dhe jo vetëm. Ndonjëherë ne vetë shqiptarët nuk e dimë se sa zona të bukura kemi. Kjo është e vërtetë. Ja, le ta pranojmë që këtë zonë për cilën do të flasim tashmë në emision, ne të dy nuk e kemi vizituar ende, por do ta vizitojmë se na intrigoi shumë. Bëhet fjalë për një zonë ose një fshati Lenie në afërsi të Gramshit, 40 kilometra larg qytetit të Gramshit, dhe një fshat i cili ka një liqen, quhet liqeni i Zi, i cili është i pajisur, apo le themi e ka fal Zoti me burime kurative ujë, se inxhinierit i pëlqen shumë kur them kështu. Inxhinier Sazanguri është me ne, mirë se erdhet, po të prezantoj më njëherë. Dhe nuk do ndalem fakt në detajet, sepse Ema që ka realizuar edhe gjithë insertin dhe materialin, sepse ka udhëtuar atje, do të mund na e tregoj dhe na shpjegoj më shumë. Por ndërkaq në lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe doktor Ervin Rapushin, mjekun reumatolog. Përshëndetje doktori, mirë se vjen. Tani, për gjithë publikun, po dhe natyrisht edhe ju nëse nuk e keni vizituar, por fakt inxhinieri ka qenë aty, ka vizituar dhe i ka marrë, le të themi, efektet kurative të kësaj zone. Le të shohim materialin e përgatitur dhe më pas nisim diskutimin. Ndodhemi në liqenin e Zi, 46 kilometra larg qytetit të Gramshit, i cili njihet për natyrën e bukur, por edhe për burimet kurative. Është një natyrë në fakt e cila më tepër popullohet nga njerëzit gjatë sezonit të verës, por edhe në dimër ka prej atyre të cilët tentojnë të vinë, por vështirësia për të ardhur në këtë fshat është e shumtë, pasi rruga është e pashtruar dhe kjo e bën që të jetë një destinacion i largët. Megjithatë, un kam Artin Bicin, i cili është pronar i një bujtine dhe një njohës shumë i mirë i historisë të kësaj zone. Atëherë, përshëndetje. Kryesisht, për çfarë arsyesh vinë qytetarët të vizitojnë këtë vend? Qytetarët në këtë zonë më së shumti vinë për ujin kurativ. Vinë për të kuruar te burimi i ujit të ftohtë që kuron sëmundjet reumatizmale të kockave, në kyçet, edhe për nerv sciatik dhe hernia diskale. Si janë zbuluar në fakt efekti kurativ i këtyre burimeve? Si është zbuluar dhe që prej cilësh kohë daton, le të themi? Efekti kurativ i ujit është zbuluar që në luftën e parë botërore. Kur zhvilloi lufta e parë botërore, një doktor austro-hungarez ka futur ushtarët e vet, të cilët ishin të bllokuar nga kockat dhe nga kyçet, dhe i fuste në burimin kurativ 15 minuta, i fuste dhe i nxjerrte. Banorët e zonës, duke parë doktorin se si vepronte me ushtarët e vet, filluan ta frekuentonin burimin dhe që atëherë burimi ka qenë i frekuentuar nga banorët e zonës, dhe nga të gjitha rrethet. Tani vin banor, vin njerëz, turistë vinë edhe nga jashtë shtetit, nga të huaj me fjalë, që vinë për të kuruar. Por vinë dhe për natyrën, tani është bërë tani si me thënë, si e modës që njerëzit vinë dhe për qef. Por është një zonë që mbetet shumë e largët. I ka stepur kjo njerëzit për të ardhur dhe sigurisht ka vetëm shumë pak zhvillim për të themi për turistët që vinë nga këtu. Çfarë i ofrohet tyre turistëve për të qëndruar këtu? Zona jo se shumë e largët, por e bën rruga që zona të duket shumë e largët. E bën rruga edhe këtu nuk kemi energji elektrike. Njerëzve u shërbejnë me gjenerator. Porse për të ofruar njerëzve dhe turistëve këtu ka shumë. Kemi prodhimet e zonës dhe të gjitha prodhimet dhe të gjitha ushqimet që ne ofrojmë, të gjitha janë bio, janë të gjitha prodhimet të fshatit tonë. Artin, ka ndonjë rast specifik që ju keni qenë prezent kur ky burim ka bërë mrekulli tek shëndeti i njerëzve që kanë ardhur? Po, ka. Unë vetë, për shembull, kam hasur në 3 raste që i kam parë vetë me sytë e mi, për shembull që një grua ka qenë e paralizuar komplet,
edhe kjo ka shumë vite, që në 95-ën kur këtu nuk ishte as rrugë, dhe në fshat doje 4 orë të vije nga Gramshi me makinë, që kishte paralizuar komplet e për i shoqi dhe i vllaj, dhe kur ka ardhur poshtë, ajo ka ardhur me këmbë të veta. Ka qenë dhe një guzhiner nga Fieri që rrinte në Greqi dhe ai me paterica shumë keq që kishte provuar gjithë doktorët, gjitha mjekimet, edhe i ka hedhur patericat aty, e kanë parë të gjithë njerëzit vetë. Pasi bëri 3 ditë banjo, i ka lënë patericat, i hodhi, tha, për mua tha, ky që nga doktori dhe ilaçi. Nga vini? Vi nga Selaniku. Vini nga Selaniku. Është viti i dytë ky që vi. Edhe ka shërbyer shumë mirë për kyçat e egrit. Duarve të gjunjët, këmbës, është shumë më mirë. Natyra është shumë e përshtatshme. Sa ditë qëndroni? 3 ditë. Do ktheheni sërish? Nesër do kthehemi. Mot do vim prapë. Nga Tirana. Pse keni ardhur këtu? Çfarë keni dëgjuar për këtë vend? Dëgjojmë që është një vend për të bërë mirë për smundje traumatizmale, dhimbjet e mezit. Erdhëm dhe ne ta provojmë. Ju keni 15 vite që e frekuentoni këtë burim. Çfarë benefitesh keni parë më konkretisht? Efekti është i këtishmë kështu. Unë kam qenë me reumatizëm nevër sciatik. Nga nevri sciatik, unë kam bërë 75 copë gjilpara. Nga 75 copë gjilparat, unë i kam baruar, i kam hequr ato, kam erdhur këtu. Këtu kam dirë përmirësime. Nuk kam bërë asë një lloj gjilpara, asë një lloj hapje tjetër. E pas të vi, kam qenë rrinë të Elbasanit, në atë kom pushojnë gjunjë. Edhe ashtu, edhe pushon për një herë. Kohën e monizmit, në kohën e kooperativës, një kushiri im në shat, pati dhimbje, pati vajtur të bliste mollë edhe nga pesha, e tepër që pati marrë mbi kurris, pati dhimbje të tmerrshme të kurrizit, sa rrezikoi të paralizoshe. E kanë sjell nga fshati Pogatecit ku banoj unë, e kanë sjell deri këtu 6 orë me mushk. Më dhënë ajo se nuk ecë. Mbasi e shfutur këtu 3 ditë rresht, ka ikur më kemë për në shtëpi. Pe këti ujë. Edhe unë nga historie e tija edhe nga që kisha gjuar si vite erda për të parë, se më dhemin kemët nga reumatizma kërë e shkoa vrejnëtur, kërë e shlagështirë. Mirë po që dje e pashe efektin, se sa i futa mbrëm kam fjetur ratë, edhe pse ishte ka shumë vrejnëtur, e kështë shumë mjegull, unë kam fjetur si qinqë. Pra, jo vetëm një vend shumë i bukur, por dhe i bekuar nga ana shëndetësore. Të paktën ky ishte përshkrimi që na bën ata që morin intervistë e Masha Zivari. Kështu që nuk e dim nëse është e vërtet apo jo, por kemi dy ekspertë që mund të na i thonë. Po, mund ta nisim me inxhinierin se e ka provuar nga vetë. E ke provuar vetë le të themi, domethënë nga eksperienca jote. Çfarë efektesh pate? Unë vuaj pak nga nervi sciatik, nuk është në dhimbje e madhe, po vuaj, me të drejtën. Dhe po unë e njoh nga pikpamja hidrogjologjike, e besoj këtë gjë. Pse? Sepse uji nuk ngrin në 4 gradë si ujërat e tjerë. Dhe duke qenë se ka përmbajtje mineralesh të tretura nga shkëmbin që ka përret, prandaj edhe kodat malet përret, 1800-2000 metra që quhen valamire. Pra një varg malesh, valamir, të mirë, se varet edhe uji çfarë tret ke shkëmbi. Për shembull mund të tresi kalcium, magneze, edhe uji mund të jetë si në një mal tjetër, po i them këto, që mund të bjeri më shumë kalcium dhe nuk e ka mund të tresi kalcium, magneze, karbonate në sasi raportesh, po ndërkohë mund të tresi edhe shumë minerale ose vetë shkëmbimit janë edhe ultraviolet. Që ta bëjmë pak më të thjesht, uji kur është duke shkuar drejt burimit, merr minerale nga gurët ku është i mbështetur. Pra që mund të jenë pipra, mund të jenë element të rënd. Dhe unë besoj që ky ujë ka fakti që nuk ngrinë në 4 gradë, fakti që është shumë i ftohtë sepse është provuar që është 2 gradë. Do të thotë që ka kripra minerale që ja ulin pikën e ftohtësisë. Në këto kushte, me kripra minerale të shumta, unë them në formën e profecisë që me sa tabela e Mendelejevit, 104 kam thënë në emisionet e mia. Se nuk është se ka ndonjë matje për të përcaktuar realisht çfarë minerale ka aty. Po mund të ketë një gjë që mund të ketë minerale tamam që i duan raporteve të trupit. Tjetër, ka këta aftësi që me anë të ftohtësisë ai shkëmben me energjinë, temperaturën të trupit,
të thith ty kriprat e tepërta të tuat dhe të jep kriprat minerale të tijat. Edhe ky shkëmbim që bëhet për 12 dhe 15 minuta, e bën njeriu që ta rigjenerojnë në atë pikë të dobët, që çdo njeri ka një pikë dobët, dikush e diskardis, dikush romatizëm, dikush nerv sciatik, edhe sistem nervor. Mund të shtoj një klap 4 ditë në mal, 4 ditë ajër të pastër. Po, e vërtet. 4 ditë i qetë, i relaksuar, ndoshta me familjarët e tu. Besoj se kjo është një plus. Këtë drejtë. Mendoj që edhe kjo pjesa shpirtërore... Pastaj edhe profecia, edhe profecia që kryohet. Edhe nuk është keq të kryosh profeci, sepse në fundit sëmundjet, thot i malli Freud, 4-5 deri me shifër janë që është sëmundje vërtet organike, në të ca i shton njeriu. E kundër të këtu, që kjo më vërtet mund të ketë, ka një aftësi kjo. Ndryshe nga, sepse mund t'i vësh edhe një ujë tjetër, por nuk ta bën këtë lloj rigjenerimi. Kështu që ka aftësi natyrore, plus aftësinë e profecisë që njeriu e krijon të legjendës që është besoj. E kuptoj. Jo, shumë mirë. Dakord. Çështja është se sa të vërtet shkencore ka, ta përfshim edhe doktorin, doktor Rapushin, për të kuptuar së pari çfarë mendoni ose menduat kur pat edhe materialin. Atëherë, kur ne diskutojmë në terren për ujëra termal, janë disa pika që duhet të ndalemi paraprakisht. E para është e lidhur me faktin që çfarë përmbajtje kimike kanë ujëra termal. Kjo është gjëja më e rëndësishme për përcaktuar pastaj se çfarë ndikimi kanë ato në patologjitë për të cilën do adresohet pacienti. E dyta është temperatura e ujit termal, nëse janë ujëra termal të ngrohtë apo nëse janë ujëra termal të ftohtë. Të cilët të dy kanë indikacione të ndryshme për sa i përket. Në këtë rast me sa mora vesh është uji i ftohtë aty, i cili ka të bëjë kryesisht, zotëria që foli më sipër, ka të bëjë kryesisht me shtresën këlqërore dhe që i largohet sa më shumë kores, pjesës e kores së tokës, dhe që normalisht janë ujërat të cilët ujërat të ftohtë dhe që ndikojnë përmbajtje kryesisht magnezi. Prandaj edhe pacientët që kanë vajtur aty për shkak të efekteve që ka magnezi mjorelaksant janë ndjerë më mirë. Ndërkohë nga ana tjetër është një pikë shumë e rëndësishme, është mosha e cila adresohet për të vajtur në ujëra termale. Se për arsye se siç thash më sipër, nëse ujërat janë të ngrohtë apo janë të ftohtë, ka të bëjë dhe mosha e pacientit që adresohet për shkuar aty. Dhe e treta, pika tjetër është edhe pika e indikacionit e cila përcaktohet nga mjeku për pacientin nëse do t'i nështrohet ujë termal të ngrohtë apo ujë termal të ftohtë varësisht patologjisë që ka. Pra nuk hedhim poshtë atëherë që ujërat termal janë me benefit tek shëndeti i njeriut. Asnjëherë nuk janë hedhur poshtë për sa kohë që në kohën e Kleopatrës dhe Egjiptit të lashtë janë përdorur si skema mjekimi, nuk janë për të hedhur poshtë dhe ekziston dhe ajo që është mjekësia që ka qenë dikur mjekësia e ujërave termale apo mjekësia e llinxhave të famshme. Pra nuk është se janë komplementare në pjesën e mjekimit dhe ka indikacione kur përdoren te pjesa e mjekimit. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme ka të bëjë edhe jo vetëm me përmbajtjen kimike të tyre, por edhe me përmbajtjen mikrobiologjike, se mund të shkosh në vlinxha, mund të shkosh në ujëra termal dhe mund të marrësh një infekcion. Pra, para se të drejtohemi fakte që këto janë apo nuk janë të mira, kërkojnë që të bëjë një studim i fizibilitetit të këtyre llinxhave, të këtyre ujërave termale. Për shkak të kërkesës kimike, mikrobiologjike edhe pjesën. Ju përmendet që mbase të ndihmojmë edhe njerëzit, se padyshim ne do ngjallim kuriozitet të shumë tek ata që po na ndjekin këto momente, dhe shumë do duan edhe ta provojnë, por hajde të ndihmojmë duke i dhënë disa informacione që të mos turen menjëherë pa patur informacionin e duhur nga ana shëndetësore. Ju përmendet moshën, kriterin mosh. Ka një kriter, pra le të themi këto mosha nuk rekomandohet ta përdorin këtë ujë dhe këto të tjerat po? Atëherë, kriteri moshës është i lidhur me indikacionin se shkon dhe me patologjitë shoqëruese i paraqet një pacient. Normalisht, kush do ishte një moshë e përshtatshme për të futur në këto llinxha të cilat janë llinxha të themi të ftohta, ujëra termale të ftohta. Do ishte një moshë kryesisht një moshë e re. Për arsye sepse një moshë më e madhe, pra një moshë e cila do të kalojë mbi 65 vjeç, duke ditur që mund të kemi probleme kardiake, të ka probleme tensioni, mund të ketë probleme të diabetit. Këto llinxha kanë efekte negative. Mos harrojmë faktin që periudha në të cilën rekomandohet që një pacienti të qëndrojë në ujëra termal të ftohtë, nuk është më shumë se sa nga 7 deri në 10, maksimumi 12 minuta. Dhe normalisht në qoftë se ne kalojmë këtë kohë minutazhi, çfarë rrezikojmë? Rrezikojmë hipotermin,
e cila ka lidhje me ftojen e organizmit, uljen e temperaturës, e cila vetë ka impaktin negative në pjesë sistemit kardiovaskular. Dhe mund të çojë deri në pjesë të tjerë që shoqërohet në aritmi deri në arrest kardiak. Dhe një person i cili është kardiopat, ose një person i cili është diabetik, ose një pacient i cili ka pasur një AVC. Që është, por që ndoshta edhe nuk e di, doktor, që mos të harrojmë që ne shpeshherë jemi të painformuar me patologjitë që kemi. Okej, dakor, po më flasni për një pacient i cili e njeh veten e vetë që normalisht ka një indikacion. Prandaj thash pak më sipër që një konsult me mjekun e përgjithshëm, apo një konsult me mjekun reumatolog, apo mjekun ortoped, apo qoftë dermatologun duhet që të bëhet për të adresuar këta pacientë të ujra termal. Pra le të themi mbi 65 vjeç në asnjë mënyrë të mos shkojnë pa u konsultuar me mjekun e tyre. Po, patjetër për çdo lloj moshe do ishte mirë. Për moshat e reja, të cilët paraqesin një fenomen i cili është një fenomen degenerativ krahët e parë, nëse marrim një osteoartrit, një moshe 40-45 vjeç, apo marrim një artrit reumatoid në fillimet e tij në fazën inflamatore, apo një spondilit i cili ka probleme të pjesës shtyllës kurrizore në fazën inflamatore, ose një osteoartrit të themi i nxitur post një traume, gjithmonë këto janë indikacione të cilët mund të shkojnë. Por dhe pa brenda këtyre, se dëgjova për pacientët cilët janë me hernie diskale, të më shkojnë, pjesa e hernie diskale ka të bëjë kryesisht me shëgullimin e elektrolitëve dhe me relaksimin e muskujve që ndihmojnë për relaksimin e kolonës dhe të pjesës së diskut për lirimin e nervit. Dhe gjithmonë kur bëhet fjalë që pacienti futet në ujë termal, është rekomandohet kryesisht vetëm një pjesë e kufizuar e trupit kur bëhet fjalë për ujëra të ftohtë. Jo i gjithë trupi. Pra, nëse kemi një dhimbje të brylit, të dorë, jo i gjithë trupi. Asnjëherë nuk rekomandohet gjithë trupi, ose edhe kur bëhet fjalë për radhjen e dhimbjeve të mezit, rekomandohet të futet pjesa nga niveli ku është hernia e poshtë, por gjithmonë kjo jo më shumë se sa 3 deri në 5 minuta. Për arsye të hipotermisë të rrisjeve mund paraqesë hipotermia. Dhe në qoftë se nuk ka indikacione të tjera, pra nuk ka patologji të tjera, përdorimi ose po qëndrimi për një kohë të gjatë në ujëra termal të ftohtë jep dëmtime të lëkurës. Dhe në këtë rast, pra, vërtet ka efekte shumë pozitive hidratuese të pjesës lëkurës përmjet shkëmbimit të elektrolitëve, por mund të dëmtoj lëkurën nga vazokonstruksioni dhe nëse do kishim një plag aty, atëherë do nxiste dëmtime më shumë të plagës. E qartë, inxhinieri do të ndërhyj diçka, nuk e di nëse do t'ju pyesë diçka apo jo. Nuk kam pyetje, po unë jam të kjo fush, doktor. Keqe vllajti. I tha doktori aty, jo një rast, por shumë rast. Mos shko atje, hajde ke operimi, hajde këtu, operohu, bëu. Pastaj kur pa ky pacienti, doktorin atje që ai u izi. Unë besoj ti që natyra... Keni parë me sy tuaj këtë ngjarje? Tjetër, isha atje prezant. Isha atje, e takova vetë doktorin dhe më tha... Doktori i kishte thënë pacientit, je për operim, mos shko te këto ujëra. Mos shko për këto gjëra. Edhe pasaj, pas një 2 vjetësh, e pa atje doktori dhe e takova unë doktorin atje. Nate. Dhe doktori dhe më mësoj mua për një gjë shumë të vyrë, që e shpëndau me mua të paktën aty, si person goja publik, se e takoja shumë jashtë atje, që në Covid të ai, është mirë të përdorë edhe ti, që va dëmëndja, ke alternativa, prap, doktori. Kokrat e dafinës, po e them të gjë, që unë nuk e dija. Unë kam përdorë vajdafine dhe gjithë dafine për mushkrit, dhe edhe kjo vajdafine ose lëngudafines përdore edhe me një lugë gjalp të freskët qejet edhe e zbut mushkrin dhe është shumë. Por, number 1 të dafina është kokra e dafines që bëhet tani në shtator dhe ha që kokër si karamele. Edhe nga ju kam shruar me 10 vetë. E ka lëjë këtë biset. Natyra nuk gabon kur. Pa tjetër. Kafshët nuk gabojnë kur. Prandaj nuk merr kur shëmbulli me natyrën, me kafshët të ofendosh si natyrën dhe e ka bërë të ujë natyra. E ka qarë ajo ti. Çfarë do them pra? Prit, që unë jam hidrogjolog, unë jam gjeolog në profesion, po i specializuar për hidrogjologji e tjera. E kam bërë me 10 studime të hidrogjologjisë, që punojmë sot jam privat. Fusha juaj, po. Fusha ime, bravo. Dhe kur kam qenë specializim në Gjermani, më tregonin se si ata e pasuronin ujin me magnez dhe mangan. Sepse mangani dhe magnezi është i mangët në ujë. Dhe unë vetëm një rast... E pishëm pra, ata e pasuronin. E pasuronin ata, kam pararejët. I pishëm. Ndërkohë që unë në Shqipëri, në 10-15-20 studimet e mia të hidrogjologjisë, vetëm një rast kam parë që mangani dhe magnezi ishin proporcion, do të ishin raport. Atëherë, biologjikën time, se unë inxhinier jam përgjithësues, këtë di unë të bëj mirë. Dhe jam i bindur që ky ujë ka pikërisht mangan dhe magnez në atë raport që trupi me 3 milion pore ka trupi, që komunikon me këtë ujë mineral, i merë kripat e dëmshme,
bëhet dhe tokëzimi që ulesh ke shkembi atje gëlqëror, bëhet tokëzimi trupit se me plastik kërë gjithë ditë në për plazh. S'mjaftojnë të 355 ditë që rinë për Tiranë me plastik, vetë edhe në plazh dhe 80% e njerëzve shkojnë me plastik në rreth, tmerr. Ndërkohë që kema që mbarojnë nervat, do t'jenë pothuajtur me tokën ato 15 ditë dhe ti stokzohesh pra. Stokzohesh më saktë. Kështu është ky ujë. Shtrihesh ke gurët gëlqërore atje, vë dhe një gur sepse uji është i rënd dhe kemët rinë lart, vë dhe një gur për peshti. Pra ka krip nëse. S'kam gjë me doktorin. Jo, doktori e pranoi efektet kurative. Jo, dakor. Por tha që duhet të kenë kujdes disa mosha. Çfarë kujdes më fare me gjën vetë ai kujdes. Aty që drejtë 12 minuta. Po fare me po fare. Se s'po thua ti muaj që në për piscina di vete edhe bën ujë të ftohtë 8 gradë me ujin e nxehtë 80 gradë. Ai është i tmerrshëm. Ai është dëm dhe unë kur veten në te këto s'po i them emrat, çfarë quhen këto, në për kështu, çfarë quhen këto palestra. Dhe shoh njerëz që ti të merr. Ja u them 1-2 veta, ja them me kujdes. Po që të kenë kujdes. Po që është merr më di, ajo është merr. Ta pyesim pak doktorin se ka ndodhur pikërisht në këtë zonë, pikërisht në këtë vend, gazetarja, medalja erët. Le të themi ka patur edhe disa incidente të vogla doktori. Njerëzit nga që uji është shumë i ftohtë, ndezin zjarre aty pranë. Dhe ka patur raste kur nuk janë ndjerë mirë, pra kanë dal nga uji i ftohtë dhe kanë shkuar pranë zjarrit dhe nuk janë ndjerë mirë. Është një veprim që duhet evituar ky? Atëherë, përse për këtë ujëve termal, ajo që është e rëndësishme është që mbasi del nga uja termal, qoftë të ngrohta apo të ftohta, nuk rekomandohet që të bësh dush apo të afrohesh në vende të nxehta. Kjo për dy arsye. E para, uji termal duhet të qëndrojë në pjesën e lëkurës që të përthithet të absorbohet, dhe duke u lënë nesër dhe bëjmë në dush të ngrohtë mund të ndodhi patjetër që ta largojmë të gjithë të pjesën pas çdo lloji pastrimit të lëkurës dhe e dyta kalimi nga një proces i ftohtë ku trupi është në një vazokonstruksion nga temperaturat e ftohta. Një temperaturë të ngrohtë e cila shoqërohet me vazodilatacion mund shoqërohet me hipotensione dhe një pacient i cili është një pacient kardiopat apo ka patologji të tjera shoqëruese mund shoqërohet me dëmtime kardiake deri në arrest kardiak. Pra, njerëzit që kanë probleme me zemrën pra. Kur përdoren. E qartë. Pra s'duhet në asnjë mënyrë të shkojnë pranë zjarrit. Thjesht të vishen edhe të qëndrojnë në temperaturën e mjedisit, le themi. E kuptoj. Në temperaturën e ambient, po që të ambientohet trupi. Që të ambientohet trupi. Edhe shkenca e mjedisit na mëson shumë gjëra që njeriu qenie gjallë duron plus minus 3 gradë. Pra, nëse uji i tetësit që themi ne kemi mbrojtur, nuk hidhet në det, për shkak se kafshët e detit nuk e durojnë dot më shumë se 3 gradë plus ose minus. Pra, duhet të ftohet e ngrohet në një vend tjetër, e kështu edhe njeriu pra. Edhe prandaj dhe thash, që këto që bëjnë, çka quhen to, se s'duhet të themi asaj. Ç'a vëmë ne, bëjmë palestra, në palestër. Nuk vjen ta di që, prandaj thash pra, 80 gradë është sauna, edhe aty brenda sauna, në amnamti 80 gradë, i fut një 8 gradë ai, i thon 72 gradë diferencë. Ja u shpjegon aty, këtu ka drejt doktori. I ulëm dhe i përulëm doktorit. Në qartë. Jo më kot 3 gradë. Jo më kot. Ajo është merr. Jo më kot, natyra e ka bërë që s'është dimër dhe verë nga ditë në ditë. Jo, s'gatrojnë gjëra e doktorit. Mos po them gjë që po ngatroni ju. Unë po them një mendim timid. Edhe jam inxhinier mjedisi dhe e di shumë mirë di që plus minus 3 gradë duron qenia e gjallë. Dhe për këtë mos ngatrojmë dy koncepte komplet të ndryshme që po flasim. Po ngatrojmë dy koncepte komplet të ndryshme. Unë jam në Covidin po që prat punë janë. Ju duam në Covidin që na gënjua 2 vjet. Po që prat punë. Koncepti është i njëjtë, që njeriu në sauna nuk duron dot më shumë se 3 gradë. Nësa edhe ka ti që ta t'juve që del nga u i ftohtë, del ke zjarri, gabim. Edhe unë t'lash të drejt. Ate si be, e ecem. Del nga jo, edhe ecem. Edhe ngrohet trupi në mënyrë graduale dhe e qartë. Po është mjekësia këtu? E qartë. Po besoj këtë e rekomandojnë dhe mjekët. Një nga gjërat që thonë është ecni sa më shumë. Doktori dhe diçka tjetër, shumë prej atyre qytetarëve që Ema kishte intervistuar thonin që sa mirë do ishte të kishte një mjek aty. Mendon që është e nevojshme pra që të ketë një mjek që në një farë mënyrë kontrollon paksa disa parametra caktuar? Asnjëherë nuk kemi të sigurt se si reagon trupi kundrejt ujëve termal. Pavarësisht se e rekomandojmë, asnjëherë nuk kemi të sigurt se si reagon. Mjeku është i domosdoshëm. Në gjithë pjesën të këtyre ujëve termal që përdorim, mjeku është i domosdoshëm për me monitoruar pacientin. Qoftë edhe nëse pacienti ka diçka të vogël, por që merr përsipër riskun për të futur në ujë termal, duhet patjetër që nëse ndodhi komplikacion, mjeku të jetë aty prezant. Qartë. Edhe diçka lidhur me ato që tregonin vetë njerëzit. Pra, i hodha, dikush kishte thënë që erdhi nuk lëvizte dot kur erdhi këtu, erdhi me paterica dhe më pas i hodhi patericat. Pra,
besoni ka efekt të vërtet shërues apo thjesht relaksues? Se ju përmendet pak faktin që ka magnez dhe ka efektin relaksues. Apo ka edhe efektin shërues pas një kohe të caktuar? Tani, varet për çka kanë mbajtur patericat të pacientët që kanë shkuar aty. Normalisht nuk kemi asnjë diagnozë. Nëse ka qenë një osteoartrit stadi i parë, i dytë, normalisht janë bërë më mirë dhe mund të kenë hequr patericat. Nëse ka qenë një hernie diskale në fazën varet në fazën e rikuperimit kur ka qenë, sepse çdo patologji ka një jetë të saj, një mënyrë se si zhvillohet. Në momentin në të cilën ka qenë drejt zhdukjes patologjike, ka qenë fazat e para, normalisht ka pasur efekte shumë pozitive dhe që kanë ndihmuar. Nuk dua të bëj skeptikun, doktor, po më duken si përshkrime disa të Medjugorjes, pra të zonat bekuara, zona fetare, të cilat pranojnë njerëz me paterica dhe largohen të shëruar. Pra mos është pak edhe e injektuar nga të tjerët koncepti, ideja që ky ambient, ky ujë bën mirë. Sa besim ke ti të pjesa, po pra varet sa besim ke ti të pjesa, është njësoj se pjesa e medikamentit që po e marrë dhe po shërojë me njëta gjë dhe efekti që ka të pjesa e urave termale. Nuk diskutoj që kanë efekte pozitive, nuk diskutoj që kanë efekte pozitive të pjesa e mjekimit dhe janë komplementare të pjesës së mjekimit, por gjithmonë kjo është e varur në varësi të momentin në të cilën ti zgjedh për të shkuar në ura termale dhe momentin në të cilën je në fazën e zhvillimit të një të sëmundjes. Qartë, pra varet në çfarë faze të sëmundjes je. Inxhinieri, mendon që funksionon ky efekti suggestionues? Pra njeriu beson që po shërohet aty. Prandaj vik me njëherë ke juve, sepse duhemi ngjan lakaja pa bëja, do të ngjajmë edhe në përputhje. Pra, do të thotë që trupi është industri kimike. Varet se çfarë i pollon hormoni në atë gjendje që ti vet. Pra, unë besoj atë që thallë gazetari pak më parë. Po e vërtetë është ajo që quhet profeci, ajo që quhet mentalitet, psikoz, po dakor, edhe ajo funksionon, po. Si funksionoi negativisht, që ti ka me grip, edhe i quajtë veten Covid, edhe ti merre një rrugë gabuar, kur e mendoj Covidi, edhe kërceje një rrugë gabuar di pa kryeti. Kur unë e mendoj se punë ime pozitiv, që nuk është një grip i thjeshtë do kalon, edhe unë kaluaj një rrugë tjetër. E njëjta gjë. Se efekt, le ta themi që aftësia e trupit njeriut për të shëruar vetveten është e jashtëzakonshme. Njeriu i ka 40 hormonet i ka brenda trupit, aty flente, varet ka aktivizon. Prandaj dhe përmirësohet, dëshirohet. Po unë qoftë si inxhinier tani, qoftë unë shoh një bim aty, që nuk ka një sëmundje, një përgjigje merr imanget. A dhe e them me të forcën time, bërtas, sport, që shif pëmër, që s'ka një meri mangë, ke parë mushkrit e tua. Qofse unë kuptoj që në Lenije, apo në Grabov, nuk ka një të vdekur nga Covidit. Po unë kuptoj që gjithë njerëzit përmirësohen, nuk ka një të vdekur nga Covidit, pra në Lenije, në këtë zonë, nuk ka të vdekur. S'ka patur asnjë viktim nga Covidit. Asnjë viktim nga Covidit, pra. Dakor? Atëherë, qofse unë kuptoj që ti unë vajta vetë, 2 ditë këtë radhë, e provova, u reatova, pastaj për psikozë, për atë pish, për atë brell, për atë ushqim 2 ditë, për atë ujë, ato që atë dushim o vajtë. Unë di që vajtë, prandaj do të mbyll që Shqipëria është vendi më i bekuar në botë, me përjashtim të qeveritarëve, deputetëve, politikanëve, sepse i ka qëtë gjitha të mirë, unë i quajtë këto Alpet e Gramscit i quajtë këto hëndë. Ti i thua Alpet e Zvi që mund blanë të borë ka vetëm ti. Nësa që të gjesh ti në 60 metro, të gjesh një bim medicinale, vetëm Shqipëria e ka ti. Që të gjesh në 100 metro një përmbajtje ozoni që është kokër për metër kup ajër. Nuk e ka Beogradi e lartë, nuk e ka Athina dhe poshtë, e ka vetëm Shqipëria, nga Saranda deri në Vermosh, deri në Kosovë, deri në Nis, Njesh. Vetëm ne e kemi ozonin 6 kokra ozon për 1 metër kup ajër, që do të thotë, po që më i math ozoni mi dëm do të bën dëm, po që më i rallë të bën prap dëm, dhe kjo ozon e ka Puka, që ku erdhi nga kosmonaut Puka, Gramsci, ku duash ti më vllai, Korsha, Bithkuqi, Voskopoja, që do të thotë që ku erdhi nga lart ai, do vinë Puk thaj, sepse kam parë që proporcioni i ozonit është fantastik thaj. Edhe ndani 3 ditë, mund të rrimeu thaj se kaq sa marrë. Reja sa duhet ai Laçi, ai përparim Laçi ai. Reja sa duhet. Pra, Shqipëria është një vend i bekuar ku gjithë Europa mund vit strehohet për spital shëndetësor natyror. E thash. Të shoqëruar nga këshilla mjekësore ama edhe. Patjetër edhe mjeku atje. Po mjeku jo doktori, po të bëj spital aty e mjeku më. Të bëj spital për europian. Ishte keq, po dyshim kishte një le të themi në mos spital një lloj qendre që ka dhe mjekë edhe njerëz të shkencës. Doktori, e fundit për ta mbyllur, ka ndonjë patologji që nuk do t'ja rekomandonit, pra do t'ja ndalonit të shkuarit në këtë burim natyror?
Atëherë, para punës do ishte mosha që do ishte një moshë e cila do ishte një moshë më në moshat e mëdha që duhet janë shumë të kujdesshëm nëse do shkonin në këtë lloj urash termal. Dhe dyta do ishin problemet kardiovaskulare apo për pacientët që janë me diabet në problemet të angiopative diabetike. Për ata që kanë këmbë diabetike, pra plagë të këmbët dhe për pacientët që vuajnë nga probleme kardiake. Këta do ishin pjesa më kujdesshme që janë më të rriskuar. Më të riskuar. Ka shumë patologji të tjera të kurës, kam ato gabimin. Gjitha ato. Dhe që normalisht do më thënë duhet që të studiohet pacienti kur rekomandohet shkojë te drejtori termal. E qartë. Faleminderit doktorin, faleminderit shumë për gjitha këshillat, faleminderit inxhinier. Mirupafshim. Ti je gjithmonë i guximshëm. Kot e thua që jam 70, domethënë se nuk dukesh më shumë se 45. E thot për mburje që shihni sa në formë që jam. Jo, po pikërisht dua natyrën, dua njerëzit, do të bëjnë fort. Mbaj mend. Dhe nuk plakesh kur i do këto të dy. Dua natyrën jetë. Edhe kafshët. Dua kafshët dy. Dua vetë njeriu më shumë se këto dy të parat, dhe ai njeriu që do kafshë natyrën e ke pa sigurt që do dhe njeriu në shokun, ku të gjej vendin të bëj grop. Sa ai që i do di ka lezet, ai di. Faleminderit, ne duhet ta mbyllim. Faleminderit Suzan, faleminderit shumë. Kemi në publicitet, ë?